Okej, filloj video. Këtë video sot dua t'ja dedikoj të gjithë femrave të cilat brenda vetes pushojnë videon timen, marrin guxim. Marrin shumë guxim sepse ma thon kur takohemi në dyqanin e putaperimeve, ma thon edhe kur jemi takuar te koshi i plerave. Ajo që më ka mbetur në mendje ka qenë pyetja e një mikes time, që Romin, a nuk të vret fakti se kur ti poston një video, dikush do të shajë, dikush do të kritikojë, do të paragjykojë, ose në fundit edhe do të sjellë komplekse brenda vetes. Dua ta mbaj anonim emrin e mikes, po e zëm që quhet Gjeni. Edhe i them, Gjeni, si mendon, kur kam kaluar të gjithë vuajtjet, hallet, dhe kur kam shijuar sukseset në jetën time, i kam darë këto halle me ato persona që më shajnë sepse nuk jam ajo femra e Instagramit shqiptar, po jam kjo këtu. Jo, Gjeni. Hallet unë i kam darë me njerëz që kanë qenë shumë trallë, po kanë qenë si unë. Njerëz të thjeshtë, njerëz që nuk duan gjatë gjithë kohës t'i japin të kuptojnë të tjerëve, po, unë kam jetë mrekullueshme, po, unë kam një burë që më do shumë, po, unë jam shumë e bukur edhe pse me botox. Jo, unë kam zgjedhur të kategorinë e dytë, pra këto lloj mish që janë si unë. Dhe unë nuk do kompleksohem asnjëherë, po asnjëherë me thellësinë e shpirtit nga personat të cilët do më japin të kuptoj që po bëj gjën e gabuar, pikërisht sepse po shes thjeshtësinë. Shqipëria ka nevojë e marrë të mira. Ka nevojë për njerëz që dalin dhe thonë, jetojmë si njerëz, nuk jetojmë si fotografitë e Instagramit. Kjo është përshëndetja për gjithë miqet e mia. Femrat në Shqipëri, më shumë se janë të bllokuara nga mishkujt, janë të bllokuara nga femrat të tjera, të cilat japin mesazhin, jo, kështu nuk dilet në rrugë. Jo, kështu nuk dilet në Instagram. Po dilet që ç'kem atë punë dilet. Sukseset e dështimet do t'i ndani me njerëz që kanë vlera, nuk do t'i ndani me ato që ju japin komplekse. Ta harroni.